Të nderuar teleshikues të emisionit Gjurmët, në emisionin e sotëm do të flasim për kampionen tonë të atletikës, Klodiana Shala. Pas pak, do zhvillojmë një intervistë ekskluzive me të këtu në palestrën e saj, ku ajo punon prej vitesh. Klodiana Shala, faleminderit që pranoi ftesën time, ftesën e emisionit Gjurmët. Ndihem i privilegjuar që jam këtu me një kampionet të atletikës shqiptare. Faleminderit juve për emisionin dhe për ftesën dhe si gazetar që jeni, ju kam ndjekur, më pëlqen dhe është kënaqësi ime. Faleminderit, privilegje është totalisht imi që jam një kampionet madhe si ju. Klodiana, në pyetjen e parë është logjike, duhet t'ju pyesim cili ishte ai person që zbuloi talentin tuaj në atletik. Po, personi, unë kam qenë në shkollë sportive, kohët tona, flitet për vitet 80, shkolla sportive, Skënder Çaçi. Zysha ime e fizikulturës, Zysh Ardita, më ka zbuluar gjatë kampionateve që ne bënin, Spartakiada, që u kam pasquajtur atje, atëherë në kohën tonë. Dhe pastaj në shkollën tonë ishte Zysh Liliana, çifti Beleri, Sabri dhe Liliana Beleri, të famshme trajnerët e klubit Tirana, dhe unë nga shkolla Skënder Çaçi U inkuadrove në klubin Tirana. Pra, qysh në moshë të vogël ju jeni inkuadruar në një ekip profesional, apo? Profesional, po. Unë 13 vjeç që kam filluar sportin. Mbas 3 muajsh stërvitje, unë kam kapur kategorinë e parë të të rriturave në 800 metra, që ishte një rezultat shumë i mirë. Kam marrë medalje në kampionatin ballkanik. Pastaj në 94 unë mora pjesë në lojrat olimpike rinore në Bath të Anglisë, ku kam dalë 4 në lojrat olimpike. Dhe kështu ka vazhduar ecuria ime, rekordmene në 600, në mosha, në 800. Pastaj u spostova në garat e shpejtësisë, siç janë 60, 100, 200, 400 dhe 400 metra me pengesa që vazhdohet akoma të marrë rekordet e mia. Dhe cilit ishin këto rekorde që ju vendosët? Unë kam... Respektivisht për gjithë garat? Unë kam rekordin e 60 metrave të sallat të mbyllura që bëhet në dimër, kam 100 metra sallat të hapura, kam 200 metra sallat të mbyllura dhe sallat të hapura, rekordin, kam 400 metra rekordin sallat të mbyllura dhe sallat të hapura, gjithashtu kam dhe 400 metra me pengesa, rekordmene, medaliste në mesdhe, finale në Europë, si që thash, fillimet e mia kanë qenë një fjalë, rezultati im i parë ka qenë e treta në lojrat në kampionatin ballkanik të rriturave në 800 metra, dhe pastaj 400 metra me pengesa ka qenë rezultati tjetër i imi e 4 në lojrat olimpike, në fakt 3 dhe 4 unë dole e treta, po në varësi atletika ka në varësi të korsisë e merë kush është poshtë, unë isha në korsinë e 7 dhe Fani Kalkja, që tani është rekordmene dhe mban rekordin e 400 metra në pengesa në lojrat olimpike. Ajo ka qenë, në fakt, imi ndjekur 3 ballkanase, kemi marrë gjithmonë medalje në botë, në Ballkan, në Europë dhe në lojrat olimpike kanë qenë Bullgaria, Rumania, Greqia dhe Shqipëria dhe unë. Klodiana, më bëri përshtypje pak më parë dhe sa shpjegoje medaljet që arritje që ke marrë ti, që ke gjatë karrierës në sportive, u shprehe kam rekordin. Çdo të thotë që rekordi juaj nuk është shtyr ende në disa gara? Në të gjitha garat e mia akoma nuk është shtyr. Po, pavarësisht që un kam që në 2012 që kam lënë sportin pas një dëmtimit, por as rekordet e moshës akoma nuk janë thyer. Unë vazhdoj 600, 800 të moshës dhe gjithashtu 60, 100, 200 sallat hapura, sallat mbyllura, 400 sallat hapura, sallat mbyllura dhe 400 metra me pengesa. Klodiana, keni fjalën për rekorde që nuk janë thyer ende kombëtarisht, pra në arenën kombëtare të Shqipërisë, apo në atletikën shqiptare. Në atletikën shqiptare. Dhe gjithashtu jam dhe në librin e 100 sportistëve me rezultate më të mira për 400 metra me pengesa, ndër vite. Kjo është botërisht, apo? Botërisht, po. Klodiana, një aspekt i punës tuaj në ato vite, pra në vitet 80, kur ju thoni, Shqipëria jetonte në kohën e monizmit, ka qenë, me sa më e mendë dhe unë, ka qenë që ju keni qenë sportistë të talentuar, por keni pasur disa kushte të vështira për stërvitje, apo jo? Mbani mend këto kushte dhe për kushtimin tuaj? Unë kam pasur, jo vetëm unë, për gjithë brezi jonë, kena pas kushte të vështira shumë, sepse unë kam dalur në sport profesionist në vitin 92-93, kuptohet mbasi
si thuhet, u sliruar Shqipëria, për herë të dytë, jo nga Gjermania, po nga shqiptarët. Kushtet jashtëzakonisht shumë të vështira. Kam thënë shpeshherë që neve nuk kemi pasur këpucë me thumba dhe një ëndër e imja kur ka marrë këpucë me thumba për të parë 97-ën që më solli nga Gjermania, 2 palë këpucë që i porosita, i mbaja kudo, nuk i lëshoja. Edhe në avion kur hypsha, çanta ime ishte këpucët me thumba, uniforma, nuk u ndante në asnjë vend nga trupi im. Ishte kushtet pastaj stadiumet ne nuk ishim, unë shpeshherë jam larguar nga Shqipëria duke përfaqësuar Shqipërinë, por jam larguar në Greqi apo në Malë të Zi për tu stërvitur sepse nuk isha stadium për tartanin, po me shpenzimet e mia, fal familjes time, sepse kuptohet që në atë kohë të bëje sport, me sakrifica. Sakrificat pa para. Në atë kohë, unë kam qenë 10 sportistë, kam marrë një bursë, 10 sportistë më të talentuar në botë, kam marrë bursë nga ndërkombëtarët, dhe atë e kam shfrytzuar në maksimum. Me fjalë, nuk kam mbajtur asnjë gjë për veten time, sepse gjithmonë thoja, përfaqësoja Shqipërinë, por do doja deri ku do shkonte Klodi. E kuptoj. Klodiana, çdo të thot për ju, me që përmendë fjalën tartan, çdo të thot për ju, çfarë krahasime, çfarë dallime bën ju si atlete profesioniste, të vraposh mbi tartan dhe të vraposh për shembull në fushën, në pistën e ish stadiumit Qemal Stafa. Ku është ndryshimi? Është i madh? Stadiumit Qemal Stafa dhe ish stadiumit Dinamo. Dhe ish stadiumit Dinamo. Ku aty ka qenë qymyr dhe gurat që kishin dalur dhe këpucët tona që i kenen pasi me gozhda, që bënin xixa pafund. Ku vraponim, që nuk kishim kushte minimale, ne nuk kishim ambient ku me u zhvesh, ne nuk kishim ambient ku me u ngro, në dimër verë, ne ishim në shi, në diell, në të ftohtë, në ngrica, çdo gjë, ne ishim, pastaj mos themi edhe për uniformat sportive, me fjalë shumë. Kishin mangësi apo? Mangësira pafund, por ka qenë një dashamirësi shumë e madhe, ne bënim të gjithë, jo vetëm unë, por të gjithë brezi im, ne kemi përfaqësuar Shqipërinë dhe flamurin me zemër dhe me dashuri dhe me një sakrificë pa pame. Po, dhe pikërisht me që jeni tek brezi juaj, tek ky brezi art, idealistësh, profesionistësh, të përkushtuarisht, të sakrificës, na përmendi disa nga trajnerët tuaj dhe kolegët tuaj në atë kohë. Si që thashë, kam nisur me Zysh Arditën, pastaj ka qenë çifti Sabri Beleri, pastaj mbasi unë shkova në Greqi për të stërvitur ish trajneri im Taulan Stërmasi, që u bë kur isha unë sportiste dhe nga që ne shkonim dhe mori diplomat për trajner. Atje ku jam unë stërvitur, që ja din për falenderim shumë të madh, është Luan Shabani, Viktori, Piro Dhima, Mirela Manjani, e madhja Mirela Manjani, mu shpeshherë kur thojnë jo po nuk na kam përfaqësuar ne apo jo, shumë kollaj mund flasin gjithë njerëzit që për të tjerët, por sakrificat që kanë bërë ato, pse janë larguar, gjithë secili siç janë larguar dhe sot fëmijët e këtyre që kanë thënë pse ka ikur Pira apo Mirela Manjani, kanë ikur për një gjë më të mirë për veten e vet, por gjithmonë kanë sakrifikuar edhe ato për sportin. Ne kemi një misi, është Sejid Prizreni, madhi Sejid Prizreni, Eliz Guri, Evis Dembo që ndodhet në Amerikë, me fjalë Monika Baklava, të mëdhaja gjithë sportistët e Korçës, Arina Evro, shumë. Kemi se nuk duhet me i kap me emra se do haroj dhe nuk po dua. Ti kërkojmë ndjes nëse juve harronit diçka. Kemi ekipin e Vllaznis, motër dhe vlla Albana Xhani dhe Ilir Xhani. Ilir Xhani një nga talentët që thonin Bolti i Europës. Shumë sportistë dhe vetëm e gjë që mua më vjen shumë mirë, ne kemi mbajtur një marrëdhënie shumë mirë dhe sot e kësaj dite ne kemi një marrëdhënie shumë mirë dhe komunikojmë dhe respektojmë njëri tjetrin për
atë kohë dhe tani ku jemi. Po, Klodiana, të vim në një moment kulmor, mendoj unë, ju shpesh në olimpiadat botërore keni përfaqësuar Shqipërinë denjësisht dhe keni qenë dhe flamurtare, që keni mbajtur flamurin e Shqipërisë kur Shqipëria me atletët e saj ka dalë në vendin e parë për të bërë atë xhiron rreth stadiumit. Si mbani mend ato momente dhe titujt që keni marrë? Emocione shumë ndaja. Është një peshë shumë e madhe dhe unë e them shumë herë që atletarizmi nuk është thjesht për të ngritur flamurin me 28 nëntor në balkonet tona. Atletarizmi është të bësh me të vërtet një sakrifis dhe të mendosh për të gjithë, jo vetëm për veten tënde. Dhe komplet brezi im, sportistët, shpeshherë artistët them që janë ambasadorë sepse ato kanë mbajtur peshën dhe kanë bërë me një sakrifis të papame për të përfaqësuar Shqipërinë. Nuk kemi thjesht të mbajmë flamurin dhe është Klodiana Shala, aty thonë Albania, Shqipëria. Emocione janë shumë e shumë. Emocioni i pari imi ka qenë në 94-ën, siç thash, në Bath të Anglisë, kam qenë me zysh Marieta Zaçën, e madhe Marieta Zaçë, kur jam ulur para mbretreshës me flamurin ton, me një uniform që më rinte shumë e madhe sepse unë isha e vogël, në mosh, historinë atone janë pafund për të thënë. Flamurmbajtse në Athinë, në Olimpiadat, unë kam marrë pjesë në Sydney, në Athinë, në Pekin dhe në Londër. Pastaj kam Bruno Zauli, kampionati Europian, ku mora 3 medalje ari dhe thyva 3 rekorde nacionale. Ka qenë kur në Stamboll, një stadium i mbushur plot, bërtiqin gjithë Arnaut, një gëzim i madh, një kënaqësi. Pra favoritet ishin për ju, personalisht. Për flamurin. Po. Gjithë, po thonin Klodi. Po ju përfaqësonit po kombin shqiptar. Emocione janë të papara. Emocione, dhimbje, sakrificë, gëzime, të gjitha këto na kanë bërë që të forcohemi shumë dhe shpeshherë përsëris dhe them me krenari që të gjithë sportistët e brezit tim, flas për brezin tim, se gjithë secili do japi, me i them, në çdo kohë bën sakrifisa, në çdo kohë ka rezultate, por të gjithë sportistët e brezit tim kanë bërë një sakrificë papame dhe kanë pasur një atletarizëm shumë të madh. E vetme gjë ka qenë që ne nuk kemi pasur Instagram dhe Facebook, s'kemi pas celular atëherë që shumica tani kur të na ndigjojnë do thonë ku pas se kuptojnë dot, po. Se ne kemi qenë brezi që s'kemi pas as drita dhe kemi pas qiri dhe jo celular, dhe nuk e kemi reklamuar kjo pjesë. Dhe shpeshherë i them të gazetarëve që faleminderit që na bëni pjesë njerëzit profesionistë që t'ja rikujtoni dhe t'i thoni që sa sakrifica kanë bërë për këtë këmbë. Po. Me të vërtetë është brezi im një sakrificë shumë të madhe. Dhe ne ju jemi mirënjohës. Dhe në mbyllje të kësaj pjesës parë, Klodiana, desha t'ju pyes si profesioniste që jeni, ku ndryshon sportisti i asaj periudhe, atleti i asaj periudhe me atletin e kësaj periudhe? Pra, jemi në dy epoka. Si mendoni ju? A vrapohet më me shpirt, me zemër? A mendohet që unë po përfaqësoj kombin tim? Pra, ashtu si që punuat ju me përkushtim? Mendoj, po si çdo brez ka, thash, si që thash dhe që parë, ka ato sakrificat e veta, ka periudet e veta. Por, unë nuk e mendoj që ky brez sot, nuk mendoj që do bënte sport me 150.000 lekë të vjetra, si që kemi marrë ne, që kemi thy rekorde, kampion Europe, kampion bote, kampion Ballkani, e kanë bërë me pasion dhe me një zemër shumë të madhe. Tani të gjithë si që shikojnë, më reklamojnë, bëjnë, shqyr zotit, bëjnë reklama që të kemë një rogë shumë të lartë, nuk bëhet fjalë me pjesën tonë. Ne jemi brez tjetër. Pra, detyrimisht bëre një thirrje institucioneve shtetërore, por edhe donatorëve privat që ta përkrajnë, ta mbështesin sportin dhe në rastin tuaj atletikën, apo jo? Unë kam qenë dhe presidentja e shoqatës të sportistëve dhe shpeshherë jam ajo zëri që e kam ngritur për sportin sepse janë me gjatë. Unë jam ajo që është bërë qendra olimpike, që kam ngritur zërin që ishin 2 fusha dhe do bënin pallate dhe thash ngreta zërin
për të thënë që do bëhet një qendër olimpike, ku sot quhet është qendra olimpike. Unë jam ajo që kam ngritur zërin që të bëhet një VKM, vendimi i Këshillit të Ministrave, që sportistët me atë sakrificë që bëjnë kur t'i vi se një mosh nuk mund bëjnë deri 65 vjeç sa del pension. S'ka produktivitet. Absolutisht jo. Por mbasi të linë sportin të përfaqësohen në ministritë e brendshme apo ministritë e jashtme, në ministritë e rendit, shpeshherë më i kam qenë zëri dhe vazhdoj të jem zëri i sportistëve, dhe pse kam shumë vite që e kam lënë sportin, jam ajo që them që çfarë do lloj sakrifice, çfarë do lloj kohe, pavarësisht neve kemi vuajtur apo këto nuk kanë vuajtur apo kanë Instagram apo kanë Facebook, sporti dhe arti janë sakrificë, si çdo lloj profesioni në botë, por këto me të vërtetë janë një sakrificë e paparë. Unë kam pas bërë 8 orë në ditë stërvitje dhe një ditë diele kisha një pushim në një orar, sepse para ditën kisha stërvitje, mbas ditën nuk kisha stërvitje. Dhe është një sakrificë jashtëzakonisht shumë e madhe. Dhe prandaj gjithmonë i kam thënë që të bëhen vendime, të ishet tatimet apo ku e diu, sepse ne kena specialistë shumë të mirë që mund ta bëjnë këtë pjesë për sponsorizimet që të shtohen sa më shumë sporti dhe arti që të kenë pjesën e monetare. Atëherë, Klodiana, kemi ardhur në pjesën e dytë të emisionit, ndodhemi së bashku pikërisht në pyetjet nga aktualiteti. Në këtë moment e këtë intervistë ekskluzive për emisionin Gjurmët, ne po e zhvillojmë këtu në ambientet e njërës prej palestrave tuaja. Ju keni disa vite, nuk e ndani shpirtin tuaj nga sporti dhe merreni me këto palestra. Çfarë ushtrohet konkretisht në këtë palestër? Në fakt, unë në jetë bëj atë që di të bëj më mirë. Dhe nuk e kam për turp një gjë që nuk di ta bëj, me e thënë që nuk di ta bëj. Sepse nuk është turp. Unë kam shumë vite që bëj, mbasi kam lënë sportin, me një fjalë, kam hapur palestra të ndryshme në pozicione të ndryshme, por prej pak kohësh kam marrë një franchise, një pajisje që janë pistë biciklet dhe rulo, që janë për dobësimin, tonifikimin, janë infrared dhe vakum, janë një nga pajisjet më të fundit. Unë kisha prej shumë kohë që doja ta merrja këto pajisje, pajisje biciklet. Në fakt se e kam me bezdi fjalën pajisje kur thuhet, sepse është një biciklet dhe pistë është reale, por thjesht është me vakum dhe me infrared. Mundohem që në jetë të punoj pastër, si që jemi rritur, dhe dua që me të vërtetë është biznes, por biznesi pastër të jetë real dhe të jetë pro të mirës të shëndetit të njerëzve. Kjo është një gjë shumë e mirë për dobësim dhe tonifikim, një nga pajisjet më të mira që bota ka nxjerrë kohët e fundit. Dhe me sa kuptoj këtu, këtë palestrën tuaj frekuentojnë moshat të ndryshme, apo jo? Absolutisht. Nga 13 vjeç deri 70 dhe 80 vjeç që bëjnë aktivitetin sportiv, sepse prandaj janë këto pajisjet që edhe për personat që nuk është vetëm thjesht për të humbur peshë, por kjo është dhe për rigjenerimin dhe sportistët. Këtu më vinë kampionët olimpik të mundjes. Unë asistova një ditë, teksa ishin 2 kampionët tanë nga Kazakistani që tani luajnë me flamurën e Shqipërisë. Absolutisht shqiptarë shonë ato, sepse kanë ngritur, kanë përfaqësuar Shqipërinë, siç kemi shkuar ne nëpër vende të tjera, ato janë për Shqipërinë, dhe biles janë më adhëtarë se ne, sepse bëjnë stërvitje në kushte si kanë ato dhe larg familjes për të përfaqësuar kombin shqiptar. Kjo është për rigjenerimin, për smundjet, për hernja që neve shumica tani gjithë i kemi, dhe për toksina që është një nga gjërat më të mira, larg kancerit dhe larg smundjeve të këqija. Klodiana, ju vetë a vazhdoni të vraponi më përveç se do të ushtroheni në këtë palestër vetë, apo jo? Me thënë të drejtën, unë kam 12 vite që nuk jam ushtruar, sepse kam pasur problemet e mia 2 herë që kam operuar gjurin dhe 1 herë kam pasur probleme në shtullën kurizore në Londër që kam pas ndërhyrje, dhe me zëru kam pritur për të ardhur këto pajisjet që të filloj dhe vetë, sepse siç e thash më parë që këto janë bicikleta, për shembull, është për personat që janë të dëmtuar, janë të operuar dhe aty për rikuperim. Rikuperimin dhe për humbje në peshë në 30 minuta ti mund të humbësh deri në 1400 kalori.
Prandaj jam të dyja dhe me zor po pres edhe unë sapo të lirohem një 45 minutë që është kjo për të bërë vetë, sepse me mosh duhet më mbajt dhe vetën. Po. Klodiana, atëre në pjesën e tretë të emisionit, jemi përsëri së bashku, unë kam parë që ju, përveç sportit, keni si hobi, keni dhe kulinarin, gatimin, apo jo? Absolutisht, është një gjë që unë e kam hapur me tim vlla, është biznes, por është si baby jon që e kemi ngritur vetë. Një vlla nga Amerika erdhi prej disa kohësh për të hapur një gjë që të jetojmë shëndetshëm. Gjëra organike mundohen dhe është bashkë, se unë gjithmonë e kam thënë janë motër dhe vlla. Aktiviteti dhe të ushqyerit janë motër dhe vlla dhe të largojmë, sepse në për spitale dhe ilaçe do na vi koha për t'i marrë ato, por t'i kemi sa më larg. Dhe çfarë të bëjmë? Të jetojmë sa më shëndetshëm duke ngrënë mirë dhe duke bërë aktivitet të shëndetshëm. Dhe cilat janë këto pjata që ju gatoni në restorantin tuaj? Jeni më shumë te gatimi shtëpisë apo një miks? Ajo është një miks në fakt. Gatim gjithë shtëpie kam, shije shtëpie. Te Klodi shije shtëpie për të ngrënë shëndetshëm, sepse çdo gjë trupi jon ka nevojë dhe për yndyrën, ka nevojë dhe për kripën, ka nevojë dhe për sheqerin, ka nevojë për gjitha, por me karar dhe çdo gjë të jetë e stinës. Ky është sekreti jon në kuzhinën tonë, që çdo ushqim është i stinës, mos ta hajmë domaten kur nuk e ka kohën dhe mos ta hajmë shaqqiun kur nuk e ka kohën. Ky është sekreti që ne mundohemi sepse tani është kompjuteri, interneti, Google, i googlojmë, njëri thotë duhet bëjmë kështu, tjetri duhet bëjmë ashtu. Të gjithë mund të shkruajmë, por duhet dëgjojmë ata që janë kompetent, më shumë. Absolutisht, duhet të bëjmë më të mirën. Gjëja më e mirë është që të ushqehemi mirë, të marrim yndyrën e duhur, se truri jonë ushqehet me yndyrë, nuk duhet ta fajmë këtë pjesë që është kryesorja, sepse aktiviteti dhe të ushqyerit nuk është thjesht për të ulur barkun, por është për të mbajtur trurin që është gjëja më kryesore. Klodi, dhe në fund të emisionit Gjurmët që jemi së bashku, a keni një mesazh për t'i përçuar teleshikuesve të emisionit Gjurmët, ndoshta në stilin e një kampionet atletikës ose diçka tjetër? Në jetë, absolutisht ka mesazhe, por mesazhi më i bukur është të jetojmë shëndetshëm dhe të duam jetën, të respektojmë veten dhe mos i bëjmë kur keq njeriu. Nëse kemi mundësi me bë mirë, mund të bëjmë mirë, por keq njeriu nuk duhet me i bë, sepse jeta është sa e shkurtër për aq e gjatë. Kjo është nga ana morale, por për sa i përket sportit, i bën një thirrje rinis? Shpeshherë dal dhe është kjo thirrje të ne jemi doktor të vetes, mos të kemi këtë pjesën e të bërit sport vetëm kur shohim fustanin në pasqyra në arin mirë apo barku apo në është fryr, është që të bëjmë aktivitete gradualisht, pak nga pak. Absolutisht, pak nga pak. Çdo ditë. Të mësojmë që në vegjëli prindrit të merren me fëmijët e tyre dhe në shtëpi, në pamundësi për të shkuar në palestra, nuk është të thënë. Unë them shpeshherë që të lejmë ashensorët, të lejmë makinat, të ecim dhe të bëjmë 20 minuta lojra, kërcime në shtëpi me fëmijët që dhe ato t'i edukojmë që të bëjnë aktivitetin sportiv, që është pasuria më e madhe që mund t'i lejmë fëmijëve, mund t'i lejmë njerëzve tanë për një shëndet sa më të mirë, për një jetë sa më të shëndetshme. Klodiana Shala, unë falenderoj sinqerisht që u bëre pjesë e emisionit Gjurmët dhe ndihemi privilegjuar që ndodhem pranë jush një kampionë të madhe të atletikës shqiptare. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi ime, faleminderit. Faleminderit. Të nderuar teleshikues të emisionit Gjurmët, tu i ka ardhur fundi emisionit ton për ditën e sotme. Ju kujtojmë se ishim në një intervistë ekskluzive me kampionën shqiptare të atletikës, Klodiana Shala. Për të gjithë ju që na ndoqët, faleminderit për vëmendjen tuaj dhe mirupafshim në emisione të tjera.